Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas ndarjes nga partneri, aktoria e njohur turke në një lidhje të re dashurie. Pas ndarjes së bujshme e Hande Erçel në shtator me aktorin Hakan Sabançi, duket se ajo ka kthyer faqen e re të jetës sentimentale. Media turke raportojnë se Hande Erçel është parë në Miami në shoqërinë e sipërmarrësit të njohur Naz Shahin, duke ngritur menjëherë dyshimet për një romancë të mundshme mes tyre. Të dy u pan fillimisht bashkë gjatë një feste në Miami, ku sipas dëshmimtarëve, megjithse nuk qëndruan vazhdimisht pranë njëri tjetrit, ata kanë shkëmbyer shpesh shikime dhe biseda. Përpjekjet për të shmangur vëmendje së rrjeteve sociale vetëm sa i kanë bërë më intregues tash themet, pasi më vonë u zbulua se takimi i tyre nuk ishte as pak i rastësishëm. Pas festës, ata të dy janë fotografuar duke bërë pazar dhe mendohet se udhëtuan së bashku drejt Miamit, gjë që ka ndezur edhe më shumë spekullimet.